Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Si ndërmjetësues të Parlamentit Evropian, ne i bëjmë thirrje liderëve politik që të tregojnë përgjegjësi ndaj obligimeve të marrëveshjes së Përzhinos. Richard Howitt, Ivo Vajgëll dhe Eduard Kukan kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me mos suksesin e 4 partive politike në vend që të arrijnë zgjedhje në tejkalimin e krizës politike. Treshja e eurodeputetëve ndërmjetësues në bisedimet mes 4 partive politike, Richard Howitt, Ivo Vajgëll dhe Eduard Kukan, kanë shprehur shqetësimet e tyre në lidhje me mos suksesin e 4 partive politike në vend, që të arrijnë zgjidhje për tejkalimin e krizës politike. Në një deklaratë të përbashkët, ata kanë thënë se përbërja e re qeveritare, e cila nuk bazohet në marrëveshje të përbashkëta me gjithë partive, paraqet rrezik për rënien të tërësishme të marrëveshjes së Përzhinos dhe e rikthen problemin e sundimit të së drejtës, pavarësinë e gjyqësorit dhe mediave, me çka seriozisht kërcënon reformat dhe perspektivat euroatlantike. Të tre kanë potencuar se vendimi i presidentit Gjorgje Ivanov për abolim të politikanëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre shkel marrëveshjen e Përzhinos dhe është në kundërshtim me sundimin e së drejtës dhe demokracisë funksionale. Gjithashtu, partitë duhet të sigurojnë mbështetje të parezervë prokurorisë speciale dhe punës së saj që është segmenti kryesor i marrëveshjes së Përzhinos. Si ndërmjetësues të Parlamentit Evropian, ne i bëm thirrje liderëve politik që të tregojnë përgjegjësi ndaj obligimeve të marrëveshjes së Përzhinos dhe të punojnë për aspirata demokratike dhe interesat e qytetarëve të vendit, thuhet në fund të kumtesës së përbashkët të 3 eurodeputetëve. Guvernatori i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, Dimitar Bogov, ka thënë në 2 javët e fundit shohim stabilizim të situatës, ndërsa tërheqja e depozitave pothuajse u ndërprej. Tani shohim përgjigje nga bankat të cilat rrisin kamatat e interesit për depozitat e qytetarëve. Pothuajse tërësisht është ndërprer tërheqja e depozitave nga bankat pas spekulimeve lidhur me krizën politike në Maqedoni, thot guvernatori i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, Dimitar Bogov. Në një intervistë për Reuters, Bogov thekson se gjatë prillit janë tërhequr 1.8% e depozitave në bankat, që është rasti i parë i tillë pas më shumë viteve rritje të vazhdueshme të depozitave. Në 2 javët e fundit shohim stabilizim të situatës, ndërsa tërheqja e depozitave thuajse u ndërprej. Ka tregues që qytetarët i kthejnë depozitat në banka për shkak se vlerësojnë se më e keqja ka përfunduar, thekson Bogov. Pas rritjes së interesit në bonot e thesarit prej 3.25 në 4%, Bogov thekson se tani për tani nuk ka nevojë për rritje shtesë. Tani për tani situata është stabilizuar, sinjalet e nevojshme janë dërguar dhe tani shohim përgjigje nga bankat, të cilat i rrisin interesat e depozitave. Vlerësojnë se tani për tani nuk ka nevojë për rritje shtesë, por qëndrojmë të zgjuar dhe të gatshëm të shfrytëzojmë masën nga politikat monetare nëse nevojitet që të ruhet stabiliteti makroekonomik, thekson Bogov. Guvernatori i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë thotë se është e mundur që bankat qendrore të ulin interesat nëse kriza politike së shpejti zgjidhet dhe tashmë nuk ka sulme spekulative ndaj stabilitetit të denarit. Mali i Zi dhe NATO-ja në Bruksel kanë nënshkruar protokolin për pranimin në aleancë, duke u bërë antari 29 i aleancës ushtarake. Rusia ka shprehur përkushtim për përgjigje ndaj antarësimit të Malit të Zi në NATO. Mali i Zi dhe NATO-ja në Bruksel e kanë nënshkruar protokolin për pranimin në aleancën, duke hapur rrugën që Mali i Zi të bëhet antari 29 i aleancës ushtarake. Në ceremoninë e nënshkrimit në selinë e NATO-s në Bruksel ka marrë pjesë kryeministri i Malit të Zi, Milo Đukanović. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se kjo paraqet fillim të një kapitine të re të sigurt në historinë e Malit të Zi. Mali i Zi do të marrë pjesë në takimet e NATO-s në cilësinë e vëzhgues
drejtuesit derisa të gjitha vendet anëtare të NATO-s ta ratifikojnë protokolin e pranimit. Zoti Gjukanović tha se Mali i Zi shpreson të bëhet antar i rregullt i NATO-s deri në mes të vitit të ardhshëm, duke u bërë vendi i tretë ballkanik që i bashkohet NATO-s pas Shqipërisë dhe Kroacisë. Rusia ka shprehur përkushtim për përgjigje ndaj antarësimit të Malit të Zi në NATO për shkak se, siç thot Moska, shqetësimeve për lëvizjen e shtuar të NATO-s ka kufiri i Rusisë duke e vlerësuar këtë si kërcënim. Kampioni aktual i Europës, Barcelona, është gati të ofrojë illit të saj Neymar një kontratë të re, e cila pritet të arrijë shifrën e plot 220 milion euro. Sipas Mundo Deportivo, drejtuesit e gigantit katalan do t'i ofrojnë brazilianit një marrëveshje të re e cila do të vlejë deri në vitin 2022. Kampioni aktual i Evropës, Barcelona, është gati t'i ofrojë illit të saj Neymar një kontratë të re. Në kontratën e re parashihet edhe klauzola e re e lirimit të Neymar, e cila pritet të arrijë shifrën e plot 22 milion eurove. Moti sot në mbar vendin ishte i shoqëruar me diell, me vranësira mesatare dhe me temperatura minimale. Në disa pjesë të vendit pati edhe reshje të kopaskoshme të shiut. Temperaturat e paraditës lëvizën nga 3 deri në 5 gradë Celsius, ndërkaq temperaturat e ditës ishin nga 7 deri më 24 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, me informacionin e fundit mbi motin, po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për ju. Natën e mirë.